Prej 9 marsit e deri më 13 mars është aktiv formulari A1Z për disa kategori kandidatësh që duan të kryejnë aplikimin për në universitet. Romeo Terolli, përgjegjësi sektorit të karrierës studentore dhe alumni në Universitetin Fanoli në Korçë, tregon se prej orës 8 deri në 16 gjatë këtyre ditëve do të jenë në dispozicion të kandidatëve për t'i ndihmuar të kryejnë aplikimin për pranim në universitet. Nga data 9 mars deri në datën 13 mars, të gjithë maturantët e viteve të kaluara dhe të gjithë interesuarët e tjerë të cilët duan të aplikojnë në Universitetin Fanoli, duhet të plotësojnë formularin A1Z, i cili plotësohet në portalin e-Albania nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 4 pasdite. Formulari i aplikimit plotësohet fillimisht nga kandidati dhe pastaj përfundohet pranë gjimnazit ku kanë kryer studimet e tyre. Në rast se kandidatët nuk do të dinë ta plotësojnë, a ofrohet asistencë nga ju? Sigurisht që ofrohet, çdo ditë na gjejnë pranë godinës së rektoratit, sektori i karrierës studentore dhe alumnit, mund të vinë këtu dhe mund të asistojmë ne për plotësimin e këtij formulari. Aktualisht Ministria e Arsimit ka përcaktuar si data të para aplikimesh për formularin A1Z nga 9 deri më 13 mars, por në raundet të mëvonshme të aplikimeve mund të shpallen edhe data të tjera, ashtu si ka ndodhur edhe gjatë viteve të kaluara.